Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Ja Sahara duhet të hani në ditë për një zemër më të fortë. Arorët, si pjesë e një regjimi të shëndetshëm ushqimor, janë shumë të dobishëm për shëndetin e zemrës. Arorët përmbajnë acide yndyrore monotopangopra dhe shumë ushqyes të tjerë. Për më tepër, ato mund të konsumohen ndërmjet vakteve shumë lehtë, ndonse përmbajnë shumë kalori. Për këtë arsye, sipas Brightsai, rekomandohet që të mos I kurseni në racionet tuaja. Pavarësisht kësaj, arrat janë të mira më shumë se sa ushqimet e tjera me yndyrë ose me krip. Arrat kanë ndikime të mira në shëndetin e zemrës. Arorët janë të mirë për shëndetin e zemrës dhe ulin rrezikun e humbjes së jetës së parakohshme nga problemet të saj. Ato mund të quhen të dëmshme vetëm nëse jeni alergjik ndaj tyre, në të kundërt, mund t'i bëni pjesë të regjimeve të kujdesshme ushqimore që mund të konsumohen deri në 8 kokra në ditë. Një përfitim natyror I arorëve që ndihmon në shëndetin tuaj është se mirëmban shëndetin e zemrës dhe ul nivelin e kolesterolit të keq. Ky I fundit luan një rol kryesor në bllokimin e enëve të gjakut. Ngrënia e tyre ndihmon në uljen e gjasave të mpiksis së gjakut, falë të cilave zemra pëson një atak fatal. Por cilat janë vlerat e arrorëve, kryesisht arrave në shëndetin tuaj? Arrorët janë të pasur me proteinë, por edhe me substanca të mira ushqyese. Ato përmbajnë yndyrna të pangopura. Yndyrnat e mira që gjenden te arrat ulin nivelin e kolesterolit të keq. Kanë acide yndyrore omega 3. Këto acide gjenden kryesisht te peshqit dhe arrorët. Acidet yndyrore janë të shëndetshëm për zemrën dhe mbi të gjitha parandalojnë luhatin e rrezikut të rrahjeve të zemrës. Përmbajnë fibra. Të gjitha arrorët përmbajnë fibër që ndihmon në uljen e kolesterolit. Fibra luan një rol kryesor në parandalimin e diabetit të tipit 2. Përmbajnë vitaminën E. Kjo vitaminë parandalon bllokimin e enëve të gjakut, të cilat shkaktojnë sëmundjet koronare. Përmbajnë sterole bimore. Këto substanca ndihmojnë në uljen e kolesterolit, ato shtohen në produkte si margarina ose lëngu I portokallit, që I bëjnë ato më të shëndetshme. Këto substanca gjenden kryesisht edhe tek arrorët. Përmbajnë larginin. Kjo substancë përmirëson shëndetin e enëve të gjakut, I bën ato më fleksible dhe më pak të rrezikuar nga problemet e qarkullimit. Ekspertët tregojnë se përfshirja e të paktën një racioni me 8 kokra arra në ditë mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për imunitetin, duke ndikuar kështu edhe për shëndetin e trurit. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit, sepse janë të pasura gjithashtu me yndyrna omega 3. Konsumi I arrorëve, kryesisht arrave, do të përmirësojnë aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrim. Duke qenë se janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë për të mirën e trurit këto arrorë. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit, ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës. Janë një zgjidhje shumë e mirë sepse ju mbajnë të ngopur dhe ju ndihmojnë në rënien e kilogramëve të tepërt. Arrat përmbajnë kalori, e megjithatë janë të pasur me fibër e cila ju mban të ngopur për më gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për rënien nga pesha dhe duhet të konsumohen me maturi, përshpejtojnë djegjen e yndyrës dhe frenojnë oreksin. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të stomakut. Përmbajtja e shëndetit të stomakut në aparatin tretës në përgjithësi është një hap shumë I mirë për organizmin tuaj. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët që të ruajnë balancën e bakterieve të mira dhe atyre të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, ishemin dhe problemet e zorrës së trashë. Dhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë edhe rekomandimin më të mirë të arrave në shëndetin tuaj. Arrat janë të pasur me substanca esenciale që ndikojnë pozitivisht në shëndetin e organizmit. Nëse konsumohen rregullisht, ndikojnë shumë në shëndet, sidomos në punën e organeve të caktuara. Ato gjithashtu ndihmojnë në kontrollin e kushteve të ndryshme shëndetësore si kolesteroli, por mbi të gjitha ndikojnë për një peshë më të shëndetshme. Arrat janë ushqyes të pasur me acide yndyrore omega 3, vitamina, yndyrra të shëndetshme, minerale dhe antioksidantë. Thuhet se veçanërisht janë të mira për të ngrënë në mëngjes. Ato janë të mira për zemrën dhe për kolesterolin. Nëse hani arra në mëngjes, do të keni efekte më të mira në shëndetin e zemrës.
Arsyeja për këtë është se arat ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe e mbajnë atë normal gjatë gjithë ditës. Arat ndikojnë pozitivisht në shëndetin e trurit. Arat janë në plot me yndyrra të shëndetshme dhe acide yndyrore omega 3. Yndyrrat e shëndetshme tek arat janë të nevojshme në përmirësimin e formacioneve të funksioneve të trurit dhe kështu ndikojnë në parandalimin e sëmundjeve të rënda si Alzheimeri. Ato ndikojnë gjithashtu edhe për ta mbajtur peshën trupore më nën kontroll. Rekomandohet të hani ara në mëngjes sepse stomaku do të qëndrojë më i ngopur për një kohë më të gjatë dhe nuk do të keni nevojë për ushqime të padëshiruara si ton dhe elsajt. Gjithashtu, konsumi i rregullt i arave mund të çojë edhe në një ngopje më të mirë të trupit, pa qenë në nevoja të shtoni kalori të pashëndetshme. Arat parandalojnë dëmtimin e qelizave. Radikalet e lira në trup mund të dëmtojnë qelizat që çon gjithashtu në probleme të rënda shëndetësore. Mjafton që arat të jenë pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore dhe përfitimet që do të merrni për shëndetin tuaj do të jenë vërtet të larmishme. Arat janë të mira për shëndetin e lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, antioksidantë natyror ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaj arave ushqin lëkurën, zbart rrafet e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Arat janë të mira për pjellorin. Ato përmbajnë kompleksin e vitaminës B si folat, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe për fetusin. Gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Janë një ushqim shumë i mirë për shëndetin e flokut. Vaj arave përmban biotin, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zbokthin. Arat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Arat janë një ushqim shumë i mirë në luftën kundër kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, do të ulin nivelin e kolesterolit të keq. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e trurit, dhe ekspertët këshillojnë në përfshirjen e këtij fruti të veçantë në dietën tuaj, duke ditur edhe përfitimet që do të ofrojë në shëndetin e përgjithshëm. Konsumi i arave brenda dietës suaj do të jetë një zgjidhje përkatëse me shumë vlera për imunitetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, ndaj dhe ekspertët këshillojnë në përdorimin e tyre. Acidet yndyrore omega 3, që gjenden me shumicë të arat, zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arat luftojnë edhe depresionin. Arorët përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyra të shëndetshme. Ato përmbajnë sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin, sasi të mëdha të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Kështu që përfshirja e duhur e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë edhe vlerat më të mira në dobi të organizmit. Gjithashtu, sasia e arorëve në dietën tuaj duhet të jetë një mburojë shumë e mirë e organizmit dhe rritjen e vlerave të tij. Arat janë me të vërtet një antioksidant efektiv në shëndetin e zemrës, trurit dhe në shëndetin e kockave. Gjithashtu për to ka produkte që përfshin në listën e ushqimeve që parandalojnë kundër komplikacioneve të ndryshme. Frutat e arave janë një koncentrat i acidit lineolik, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon qarkullimin e mirë të gjakut, ul kolesterolin dhe rregullon normën e tensionit të gjakut. Përdorimi i arorëve në vjesht funksionon gjithashtu kundër artritit. Në këtë mënyrë mirëmbani shëndetin e kockave dhe largoni mundësinë e osteoporozës. Studimet e fundit tregojnë se acidet yndyrore omega 3, ku bën pjesë edhe acidi lineolik i arave, përmirëson energjinë të personat që i konsumojnë. Veprimi i arave si produkt mund të jetë gjithashtu një mbrojtës shumë i mirë falë vitaminës E, efektive kundër inflamacionit dhe degenerimit të qelizave. Omega 3 që përmbajnë arat veprojnë gjithashtu në tru duke përmirësuar funksionin e nervave, aftësinë të menduarit dhe kujtesën. Kështu ekspertët këshillojnë konsumin e të paktën 5 deri në 8 kokra arë në ditë për të marrë përfitime të larmishme të tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.